dishepullizimi është proces që ndodh si hap pas hapi, pas hapi. Po të shofish, fjala dishepull ose ky proces dishepullizimi është përdorur gjithkohë, nuk është përdorur vetëm nga Krishti, është përdorur gjithkohën përpara Krishtit, është përdorur gjithkohën mas Krishtit. Është përdorur gjithkohën. Edhe në kulturën tonë shqiptare të vjetër, dishepull quhet ndryshe qirak. Qirak do thonte dikush që rrin me ustajin 1 vjet, 2 vjet, për t'i vjedh zanatin ose për të mësuar zanatin që mas 2 vjetësh ai mund të bëhet eksakt plotësisht si ustai i tij. Edhe në gjuhën e sotme quhet praktikant. Duke se fjala qirak duhet si ofenduese, tash i quhet praktikant. Dikush që bën praktikën, masi ka marrë teorinë, dikush që bën praktikën para se të filloj punë. Edhe ka të gjithë shkollat e kanë si detyrueshme që mbrava shkollën, po ke 6 muaj deri 1 vit praktik, pastaj të hysh tek ajo. Shiko, madje në kulturën greke ishte e njëjta gjë. Edhe Sokrati për shembull që një nga themeluesit e filozofisë perëndimore, ai kishte dishepuj. Edhe ai ka jetuar 3-4 shekuj para Krishtit. Edhe ai pati dishepull kë? Platoni kishte pas dishepull Aristotelin, ky kishte pas dishepull Aleksandrin e Madh edhe kështu me radhë. Edhe në kulturën hebreje ku ishte Krishti, ku erdhi Krishti, kjo ekzistonte modeli i dishepullizimit, ekzistonte. Nuk e shpiku Krishti, ekzistonte aty. Të gjithë e dinin që ishte pjesë e kulturës, por kishte një ndryshim. Kur Krishti kërkoi dikujt bëu dishepull im, edhe kur ky ustaj ose filozofi ose dikush tjetër i kërkonte dikujt bëu dishepull im, kishte ndryshim të madh. Sepse kur ti kërkoj një mjeshtrit, një ustaj, dikujt të bësh dishepull i tij, ai do të sigurojë ai e personi dur. A e ke ti ato që të duhet që të më nderosh? Se mos të majën të dishepull, e ti merr kot edhe më nxi faqen. Kush është ky? Dishepull i filanit. Si ka gjë filani. Nuk e pas kapsu mirë. Edhe do të siguroje përpara se të merrte të bëhesh dishepull i tij, ai do të siguroje sa e do këtë gjë, sa i përkushtuar je, sa di, edhe kaloi një fartesti derisa ai thonte, po, ti mund bëhesh dishepull im. Edhe shiko, pra do t'i luteshe, dishepulli do t'i luteshe ustajt, mund keqen, du fort, atë bëhe mund dishepull jot. Të lutem, edhe i përgjërohe që të bëhe, edhe kalonte në sit për të bërë dishepull. Por Jezusi ishte ndryshe. Shkoi dhe i thirri, nuk kërkoi që njerëzit ta përgjërojnë, t'i kalonte në test, edhe ti skalo, por shkoi atje, edhe mori dhe i tha, ti më ndiq mua. Pastaj tjetri mori vllain, hajde ndjekim Jezusin bashkë. Tjetri mori shokun, hajde ndjekim Jezusin bashkë, derisa u bën 12 dishepuj. Edhe kur Jezusi thirri dishepujt, ato e dinin, tash jemi dishepujt filanit. Jemi dishepujt të këtij mësuesit madh. Edhe mësuesi në atë kohë quhej rabin në kulturën hebraike, edhe e dinin që po je dishepull i filanit, do të kalosh trapa, që të diplomohesh, që të quhesh që e ke po punën tamam. Edhe ditë cilët ishin hapat, hapi parë, si fillim, ti rrije në kulturën hebraike, është kur i bësh dishepull i një rabini, një mësuesi, ti rrije me rabinin. Rrije me të, edhe kur i tha Jezusi, e ani dhe shikoni, ato e dinë, hapi parë, naftoj të klasa parë. Tashti është momenti që ne do rrim me të, e do shohim ku rri, ku ha, ku fle, edhe hapi dytë i dishepullit në kulturën hebraike, ishte dishepulli fillonte dhe bëhej në sjellje si rabini. Fliste si ai, sille si ai, shkonte kudo pas tij. Në çdo vend shkonte pas tij dhe ndiqte nga afër, madje kishte një urim të mbuloft pluhuri i rabinit tënd. Do thotë që e ke ndjek aq afër, sa që dhe pluri që ke në rroba nuk është pluri jot. Është nga rabini që ti po ndjek, edhe ishte, do të thotë që ke ndej aq shumë sa që ke marr hijen e tij, i ngjan shumë atij. Dhe hapi i tretë do të bëje eksakt siç bënte rabini.
mësoje të njëjta gjëra edhe praktikoje të njëjta gjëra, kur ai bindej që ti e ke mësu tamam zanatin, gjën, mësimin, pastaj ishte koha e diplomimit. Edhe është te porosia madhe, çfarë po ndodh? Jezusi po i diplomon. Jezusi po diplomon dishepujt që kanë nejtë bashkë, kanë dëgjuar, kanë mësuar, kanë ngrënë, kanë qenë vend pas vendi, kanë patë gjitha bashkë, edhe tash është momenti i diplomimit, sepse është kanë pa, kanë dëgjuar, njihen si dishepull e tij. Kush është ky? Filani. Ky është dishepull i atit. Njiheshin, edhe pastaj kishin bërë gjëra, kush e mamen Jezusi i çoi për të bërë gjëra si? Nga dy, për të praktikuar të njëjtat gjëra që bërë. Edhe para se të ikte, ishte ajo që dëgjuam më lartë. Edhe Jezusi tha, tani, ju jeni rabi, shkoni gjeni dishepujt tuaj. Shkoni bëni dishepujt e tuaj, por do t'i mësoni çfarë? Në bazë të njëjtës porosi që ju dhash, sipas të njëjtit mësim që morët nga unë. Prandaj qëllimi i kësaj serie është të mësojmë ne çojmë shiko së pari si të jemi vetë si dishepull. Së dyti, si të bëjmë ne dishepull, të zbulojmë sa më qartë udhtimin e dishepullit, edhe pastaj të ta pasojmë këtë gjë ke dikush tjetër. Edhe këtë do ta zbulojmë hap pas hapi, edhe ndërkohë që zbulojmë, cili është premtimi që filluam serin, Perëndia ka jashtëmase më tepër. Dhe kemi përzbuluar sa herë që hedhem një hap për kushtimi, për të bërë ndjekës i Krishtit, edhe për të urrit një çik më shumë në masën e plot të ngjasimit me të, kemi të zbuluar çfarë? Perëndia paska më shumë, Perëndia paska diçka më shumë, Perëndia paska diçka më shumë. Jashtëmasa më tepër më pëlqen, sepse mendoj që kështu jemi ne shqiptarët. Ne kur ne jep një gjë, duam dhe gjë më shumë. Faleminderit që më dhe këtë, a ka më shumë. E ti thua, shiko, si e Barsalida, mos shko ati o trim. Jo të shkoj, çaka ati, çaka. Ore, mos shko, jo, çaka ati, çaka. Edhe një gjë që e përshkruan këtë, janë vilat me hekrat pa përfunduara. Kjo na përshkruan neve si shqiptar. E parasysh pse? Duam çik më shumë. Ti ke marrë lekët nga çuni, nga goca, nga dikush nga jashtë shtetit që punon emigrante i ka sjell, edhe lekët janë për sa kate? Për një katë, ose për 2 kate. Janë lekë për 2 kate, po ti lejmë hekrat për 4. Ti edhim hekrat për 4, se ku i dihet? Ja, e hecë marë quni dhe atyre, bi like prak, e kemi gati. Edhe duam, e kemi këtë manin, një qik më shumë, edhe më duke që është mani biblike. Efesianëve 3:20 thot, sipas fuqisë që vepron në ne, Perëndia mund të bëjë sa? Ajtë më duke pa, duke bo, ajtë sa mundet, ajtë sa ka takat, qa thot? Jashtëmase më tepër. Perëndia mund bëj jashtëmase më tepër nga sa kërkoni, ose mendoni. Shiko, ja si do e përkufizoja këtë. Shiko, sa herë që hedh një hap të ri, do ta përjetosh Perëndin më tepër. Në këtë udhtimin tënd të dishepullit, duke ndjek mjeshtrin, sa herë që hedh një hap më shumë, ke për ta përjetuar Perëndin më tepër, një çik më shumë. Nëse sapo ke filluar udhtimin tënd, nëse ke pak vite apo shumë vite, ti vete ke përjetu, në fillim të duke sigur kaq kishte, pranova Krishtin. Qa mrekulli e fajt e mia, më janë falur, fryma e Shenjtë banon në mua, edhe më janë dhënë një palë sy të ri se e shoh jetën ndryshe, edhe kupto, sigur kaq t'ishte mjafton. Pra ishte kaq? Jo, kishte akoma më shumë, një hap më shumë, një hap më shumë, një hap më shumë.